Gjesti realizon koncertin e tij të parë pas Big Brother VIP, ja çfarë mesazhi përcolli për momentin kur ngriti flamurin e Kosovës në finale, sqaron gjithçka. Gjesti më së fundmi është shfaqur pranë fansave të tij më të zjarrt në koncertin e parë që pas mbarimit të Big Brother VIP, një koncert i mbajtur me 25 prill në Escape Premium Club në Tiranë. Koncerti rekord si pas burimeve të brendshme, i cili kushtoi 20.000 euro pronarëve të klubit për të ftuar Gjestin në premierën e saj, duket se e mbushi plot e përplot sallën prej 1500 vetësh. Si pas Xhani Demikës, i cili e realizoi këtë koncert, fansa të shumtë e kishin premtuar klubin që nga Gjermania, Zvicra, Kosova, Maqedonia e Shqipëria, teksa duket se Gjesti ka falendëruar shpesh herë, madje duke pasur edhe komunikime me fansat. E një ndër komunikimet që pritej më shumë ishte edhe mesazhi që përcolli duke marrë flamurin kuqezi e duke vënë në sfond këngën e Unikatilit. Ai ka ndalur muzikën duke dashur të shprehet për një moment që është përfolur shumë në rrjet. Bëhet fjalë për finalen e madhe të Big Brother VIP, kur ai u shfaq pas fitores me flamurin e Kosovës, të cilën e puthi, teksa flamuri i Shqipërisë nuk u pa askund. Gjesti ka sqaruar për këtë moment duke thënë: "Dëgjoj, dua të sqaroj pak një moment që është përfol nga numba për ngritjen e flamurit të Kosovës. Puna është se më është hedhur flamuri në tokë i Kosovës dhe nuk mund që ta shkelmoja mbrapsht e ta jepja mbrapsht. Prandaj e kam ngritur dhe e putha, më pas e dorëzova. Megjithatë, ky është flamurimi i vërtet. Kuqezia me gjithë i kombi gjak një flamur", ka thënë Gjesti, që ka bërë që fansat të tij të shpërthejnë në brohoritje, teksa është vënë edhe kënga Kuqezia e Unikatilit në sfond.